Kam sjell recetën e një përgese tradicionale me miell mistri dhe dhall, e cila bëhet shumë e shijshme, shumë e shëndetshme, ndryshe njihet si arapash, gatim i vjetër tradicional i gjyshëve tona, i cili është përgatitur me shumë dashuri. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e kësaj përgese shumë vjetër tradicionale, e cila bëhet shumë e shijshme dhe përgatitja është shumë e shpejtë. Në një të lloj që nuk ngjet në një tenxhere apo një tigan, në fillim shtojmë diku rreth 80 gram me gjallë dhe i zim zjarrin në temperaturë mesatare e shkrijmë gjalpin plotësisht. Gjalpi është shkrijer plotësisht, tash ja shtojna 2 lugë gjellet mbushura plot me miell mistri. Unë jam duke përdorur miell nga Indi i marketit. Nëse përdorni bio, atëherë duhet që të bëni sitje mirë dhe të ngele vetëm pjesa e errët. Tash masën e përzim kështu mirë dhe e fërgoj për 5 minuta duke përzier vazhdimisht në temperaturë mesatare. Përzierja duhet patjetër të jetë vazhdimisht. Dhe shumë e rëndësishme është që ena të jetë e llojit që nuk ngjet. Kam fërguar mirë millin, ka fillu që të merr një ngjyrë kafe. Tash e ulim pak temperaturën mes tultës dhe të mesmës dhe ja shtojna 250 ml me jogurt apo dhall, po ja shtojna kështu pjesërisht duke bërë përzierjen. Shtojna një pjesë përzim, shumë e rëndësishme sepse në këtë mënyrë mielli nuk do ngele topta. Kam shtuar gjithë jogurtin dhe masën e kam fërgu dikon për 3 deri 4 minuta, derisa ka fillu që kështu të mlidhet masa. Tash e shtojna kripën, kripi shtojna sipas dëshirës, përzi. Vërtet është një gatim shumë i shijshëm, një gatim i vjetër i cili nuk ju merr shumë kohë për përgatitje dhe në fund i shtojna gjatë të llojit që shkrihet apo mozzarellën dhe i hedh diku rreth 300 gram. Dhe masën e përzim kështu mbi zjarr rreth 3 minutave. Pas 3 minutave duket kështu, është gati të largohet nga zjarri, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Unë kam përgatitur për 2 persona, nëse doni që të përgatitni për më shumë, atëherë vetëm se shtoni masën. E largojmë nga zjarri. Dhe masa është gati për servim. E servojna në një pjatë. Vërtet ka dalë shumë e mirë. Pak sipër e dekoroj me lukë dhe mëngjesi tradicional është gati për konsumim, ndryshe njihet si me emrin arapash. Gjithë ju që e përgatitni në këtë mënyrë ju bëft mirë, ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.